Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Edhe në burg, Pali lavdëroi Perëndin. Në shumë raste, tek Veprat e Apostujve kapitulli 22, ai u sulmua nga turma njerëzish e përsëri ai qëndroi fort. Ai u kujtohet se sa besnik ishte Pali. Ai donte të predikonte dhe të mësonte të vërtetën. Ai besoi në hirin e Perëndisë. Ai e konsideronte nder të përfaqësonte Jezusin. Pali refuzoi të dëshpërohej, refuzoi të dorëzohej, dhe ai pati shpresën e lavdishme dhe premtimin e jetës së përjetshme. Asgjë nuk e ndali apostullin Pal, madje as gjëmbi në mish, për cilin ai flet në letrën e 2 drejtuar Korintasve. Ai kishte disa mangësi fizike që e ngadalsonin pak, por nuk e ndalën kurrë. Shpresoj që ju do të meditoni, do të luteni dhe do t'ja dorëzoni jetën tuaj Perëndisë. Dorëzojeni gjithçka Zotit dhe bëhuni një tjetër apostull Pal.